Ju përshëndes. Situata është vërtet kritike, por unë vazhdoj që t'jem optimist. Optimist sepse mendoj që askujt nuk i intereson lufta. Por orët e fundit janë shumë kritike dhe do t'i them se përse. Deklarata që ka bërë Lukashenko, pra generali i ushtrisë ruse, është vërtet dritëruese. Ai ka deklaruar publikisht sepse për ata që nuk e kanë parë, Lukashenko ka mbledhur shtabin e përgjithshëm, oficer, general, dhe ka dhënë një lajm vërtet të fortë, duke deklaruar publikisht që gjendemi nën shinjestër. Dhe ne nuk e duam luftën, nuk kërkojmë luftë. Mirë po duke u gjendur nën shinjestër, ne jemi të detyruar që të kundërveprojmë. Dhe kjo është një deklaratë vërtet e fortë. Atëre lind pyetja, kush është pranë me fjalë që po shkon drejt Rusisë ose që Rusia gjendet që ndihet nën kontroll ose nën shinjestër. Pra kush? Çfarë shteti? Nga ana tjetër, gjermanët, nëse e keni lexuar kohët e fundit, po rekrutojnë ushtar nga mosha 17 deri në 45 vjeç. Mirë po, ndërkohë, lufta që po bëhet në Iran, po nxehet akoma më shumë. Ka nga këto deklarata të ndryshme, për shembull ka disa që shkruajnë se sekretari i shtetit amerikan po mundohet në të gjitha mënyrat që të ndalojë luftën në Iran, ku nga ana tjetër ne shohim publikisht që nuk është kështu. Pra ka shumë dizinformacion. Megjithatë, ajo që është më e rëndësishmja është fakti që në ngushticën e Hormuzit nuk po kalojnë shumë anije dhe kjo ka ngadalësuar rrjetin e furnizimit të karburantit. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm. Siç e kam thënë më përpara dhe e kam përsëritur edhe sot, e thash, është një moment delikat sepse me kalimin e kohës, nëse ne nuk do të mundemi që të furnizojmë të gjitha vendet e mbar botës për sa i përket furnizimeve të gjitha automjeteve, nuk do të kemi mundësi për mbjellje që të korrim në shtator. Dhe që tani kanë filluar problemet e para. Për shembull, nëse keni vënë re, në Itali doli lajmi që në të paktën 4 aeroporte janë ndaluar fluturimet, sepse ka mungesë karburanti. Dhe këtu po flasi vetëm për fluturime avionësh. Unë nuk po flas për këtë sepse kjo është një pjesë shumë e vogël, por po flas për ushqimin. Në qoftë se sot ne nuk do të mbjellim, nuk do të korrim nesër. Dhe nëse nuk do të korrim nesër, do të kemi probleme të rënda. Ky është problemi kryesor. Sepse në qoftë se njeriu nuk ka për të ngrënë, do hajë njeriu, do shkatërrojë njëri tjetrin. Njeriu ndoshta e bën qëllimisht që të pastrohet një pjesë e njerëzve, sepse njerëzit aq kuptojnë. Njerëzit vrasin vërtet njëri tjetrin, pa rregulla, njeriu shkatërrohet totalisht. Dhe unë mendoj që kjo është një situatë vërtet drastike. Shpresoj që mos ndodh gjë, edhe gjithmonë jam optimist, por tani po e kuptoj që është vërtet drastike. Deklarata e fundit që ka bërë Lukashenko është shumë e rëndë, sepse unë nuk mendoj që është Gjermania, unë mendoj që është gjithë bota kundër Rusisë. Dhe do t'ju them se përse. Sepse, nëse e kuptuat, Rusia mund ta kishte marrë pjesën që i takon të Ukrainës në një kohë shumë të shkurtër. Dhe jo vetëm Vladimir Putin, por edhe informacione të sakta kanë shprehur që në Rusi, me fjalë, Rusia në Ukrainë ka punuar ose ka luftuar jo ashtu siç mendohet, pra me armë të rënda, por në një mënyrë me fjalë që të jetë konstante ose me armë të lehta. Kjo do të thotë që nuk dëshiron që të ketë një luftë, nuk dëshiron sepse janë pjesë janë rus, edhe Ukraina si t'ja rus, janë vëllezër. Dhe këtë që ka thënë edhe Vladimir Putin, dhe unë besoj që kjo është e vërtet. Megjithatë, nga ana tjetër, Vladimir Putin po thotë që unë do t'jap fund luftës. Pra kjo ka qenë deklarata e fundit që ka lënë para disa orëve. Sepse sipas tij, jo vetëm lufta në Ukrainë, por edhe në Iran, po shkaktohet nga një grup lobesh. Dhe tani do t'ju them edhe diçka që është le të themi e hidhur. Në një periudhë, siç thotë jo vetëm Vladimir Putin, por edhe statistikat tregojnë kështu, në një periudhë kohe kanë ndryshuar shumë politikat botërore. Pra jo e Rusisë, po flas botërore. Dhe po e kanë çuar jo vetëm familjen, por edhe njerëzit të përgjithësi drejt një rruge tjetër.
Për shembull, familja nuk është më si më përpara, nuk është më ekzistuese si më përpara, sepse nuk i ka dhënë rëndësi bota familjes, por ja i ka dhënë shumë mundësi unit, para personal. Dhe kjo ka bërë që të ndahet sa më shumë familja mes njëra tjetrës. Dhe këtë e ka vënë në pa, ka vënë në dukje jo vetëm Vladimir Putin, por edhe të tjerë, duke thënë që shiko, Perëndimi po lufton, po mundohet në mënyra të tjera, me fjalë që të shpërbëj familjen. Nga ana tjetër, ka disa avantazhe, por duke u fokalizuar gjithmonë tek personaliteti, pra tek uni i njeriu, pa dyshim do të humbasi dhe pjesa tjetër, pra fëmijët, familja dhe çdo gjë. Dhe duke qenë kjo në mënyrë pastaj secili nga ne lufton në mënyrë personale, nga ky moment atëherë shkatërrohet në totalitet. Jo vetëm familja, por edhe një shtet. Ky është mendimi im. Megjithatë do t'ju pyesja edhe juve çfarë mendimi keni, sepse në këto deklarate që ka lënë edhe vetë Vladimir Putin ka diçka të vërtetë, ç'është e vërteta. Nga ana tjetër, nga ana për shembull, jo vetëm në Rusi, por edhe në vende të tjera që klasifikohen si vende më pak të zhvilluara, ka një tendencë, si mund të quhet, të jo rivalitetit, sepse nuk mund të ketë rivalitet. Ka një grup njerëzish që dominojnë dhe kaq. Kështu që nga ana tjetër është edhe akoma më problematike, sepse në qoftë se për shembull si në Shqipëri kishte vetëm një rivalitet, ishte ai, Enver Hoxha dhe kaq. Dhe në këto raste, për shembull jo vetëm në Rusi tash, por edhe vende të tjera, në vendet jo më shumë të zhvilluara se sa Perëndimi, nuk ka rivalitet dhe sidoqoftë i shikojnë me një sy tjetër, pra problemet e Perëndimit. Por po t'i vësh në kandar që të dyja, unë mendoj që Perëndimi ka disa avantazhe. Pra, në qoftë se do t'i marrim në përqindje, ka më shumë avantazhe se sa në vendet jo shumë të zhvilluara. Megjithatë, kjo është për ta diskutuar së bashku, por ajo që më bën më shumë përshtypje është situata, sepse duket një situatë sikur nxitet nga dikush. Po ta shikoni, sepse deri para pak kohësh, secili kishte vendin e vet, kontrollonte vendin e vet pa bërë asnjë konflikt brenda për brenda. Merrni me mend tani të bënte konflikte jashtë vendit. Në këtë rast, për shembull, ngacmuan Iranin, nuk e kishin kuptuar që Irani, për shembull, kishte strategji të fortë ose kishte armë të forta ose ndoshta edhe ka aleat, Rusin, Kinën e tjerë, dhe ndoshta me anë të këtyre aleatëve operon dhe funksionon. Megjithatë, sidoqoftë po vazhdon akoma dhe ky problem, pra problemi jo vetëm i Iranin, por edhe i gjendjes totale, po agravon në gjithë botën, sepse secili shtet, secili vend ka problemet e veta në këtë periudhë. Dhe ky është vetëm fillimi e përsërisë edhe një herë, sepse problemet sa po filluan, mirë po ato që do të vinë më vonë, janë problemet që ne kemi krijuar tani. Pra, si gjithmonë, bie mbi popullin, bie mbi njerëzit, sepse në fund të fundit, ata që kanë të ardha financiare, do të kenë gjithmonë prioritet, qoftë për të blerë lëndën e parë, qoftë për ushqime, qoftë për çdo gjë, sepse kanë të ardhur financiare. Ndërsa populli i thjesht, populli i gjorë, do të ketë probleme të mëdha. Dhe unë besoj që duke qenë disa konflikte të ngacmuara, nuk e di nga kush, besoj që ky është thelbi i të gjithës kësaj. Pra, duke e çuar gjithë botën në një konflikt total që të pastrohet një pjesë e madhe e shtresës së ulët. Ky është mendimi im. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, le ta diskutojmë. Por më vret shumë, sinqerisht po e them. Natën e mirë.